E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit. Do të flasim për Indrin dhe për nënën e Indrit. Dashuria që po bëhet në Ferma VIP është një dashuri shumë e madhe në fakt, ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme tek publiku shqiptar dhe sidomos pas një interviste që nëna e Indrit e dha sot në Fan Club. Ajo foli për ish nusen të Indrit, foli për marrëdhënien që ka me të, për djalin dhe për rëndësinë që kjo ish nuse ka në këtë familje. Tani mua më ka shtuar kurreshtje në fakt ta ndëgjoj Indrin se cila ka qenë arsyeja që ky çift, që ka kaq shumë mirëkuptim, që ka kaq shumë respekt kundërdrejt njëri tjetrit, që kjo ish vjerë është duke ngrënë dreka dhe darka me nusen, është duke ngrënë dreka dhe darka me familjen e saj në një shoqëri si e jona, që unë me thënë të drejtën për herë të parë ndëgjoj, dua të ndëgjoj arsyen pse Indri është ndarë nga gruaja. Apo Indri mund të ketë patur një krisje në marrëdhënie sepse bashkëshortja e tij, nusja e zonjës në fjalë, nuk ka qenë dakord që Indrin të bëhet pjesë e fermës dhe aty ka zënë krisja e tyre, apo do me thënë ku qëndron i gjithë problemi. Familjet jetonin në Itali, do me thënë zonja tha që nusja ma sjellën djalin në Rom, unë takohem me të, ndaj momente, që në kupton që dhe Indrin takohet me grua ndan momente, bën qefe dhe ndoshta ishte kjo pika që Indrin e mbante të stepur. A do vazhdoj unë me Vanesën apo të qëndroj vetëm sepse jam shumë i lumtur në këtë jetën që kam përzgjedhur. Okej, nuk është për ta paragjykuar sepse në botën e jashtme njerëzit janë shumë paqësor, i pranojnë gjërat ashtu siç janë, do me thënë, i jetojnë gjërat ashtu siç janë dhe nuk është diçka wow për të befasuar që kjo nën pas ka një marrëdhënie të mirë me ish nusen. Por, a do ta ruan këtë marrëdhënie në momentin që për shembull do martohet Vanesa me Indrin nëse kjo lidhje është e vërtetë, sepse unë nuk ma merr mendja që ne jemi një shoqëri aq e civilizuar sa që të pranojmë në të njëjtën kohë, do me thënë, edhe ish gruan e burrit, edhe djalin edhe vjerën, se do me thënë mua nuk më ndërthuret kjo. Tani këtu ka diçka që nuk shkon. Ose nëna e Indrit nuk ka dashur që ta ofendon nusen dhe në moment nuk ka ditur se si të shprehet kundërdrejt ish bashkëshortes së djalit të saj, ose ka këtu një të vërtet që po fshihet vetëm e vetëm për të mos u dëmtuar Indrin, sepse mua nuk më duket e qartë kjo pjesa, por shoh edhe një lloj le ta themi një lloj jo profesionalizmi nga ana e produksionit, nuk mund t'i të ftosh një nën në intervistë derisa Indrin nuk e ka rrëfyer linjën e jetës së tij. Në momentin që Indri mendoj që unë do ta rrëfen linjën e jetës, do të tregon vështirësi që ai ka kaluar në jetë, atëherë do me thënë ne mund të përputhshim historinë që sot tregoi nëna e Indrin për Indrin. Por normalisht jetojmë në kohën e klikimeve dhe produksioni me Kastile e ka bërë këtë gjë, ka shkuar do me thënë me thik me dy presa që publiku të aktivizohet dhe të kupton se çfarë kjo nën është duke thënë. Pash një zgjuarsi tek zonja në fjalë, do me thënë ishte një grua e mençur, diti t'i ruan balancat si të ish nuses, por edhe si të Vanesës, por ajo tha një fjalë që mua më tërhoqi vëmendjen që vendin e ish nuses nuk ma zë dot askush, që do me thënë në këtë mes fajtori pas ka qenë Indrin për ndarjen nga ish bashkëshortja. Por do të shohim se tani çfarë qëndrimi do të ketë familja e Vanesës, se mendoj për një baba, për një vlla, për një nën, nuk është e lehtë të dëgjon që familja akoma mban raporte dhe mbështet ish gruan, sepse në qoftë se Indrin shkon në një marrëdhënie më serioze, atëherë do të jetë problem serioz ky, se nëna e Indrin atëherë nuk mund të hidhrohet me ish nusen, pasi që kanë raporte kaq të afërta, por mendoj që familjarët do ndërhyjnë tani dhe do t'imponojnë që Vanesa të ndahet nga Indri, nuk kështu e shoh.